fatkeqësisht, në kohën që jemi duke jetuar, për çdo ditë ushqehen me informacione pasakta, nga se jetojmë në një kohë të vështirë ku jeni të provuar me njerëz të cilën ju është dhënë mundësia, dije dhe padije, të shkruajnë rrjetet sociale dhe një shkrim që e bën mundësia për ta lexuar atë shkrim është shumë e madhe nga një numër shumë i madh i njerëzve. Në kohën dhe të dashur, kur njerëzit flasin dhe me gojat e tyre shkatrojnë shoqëri, familje dhe shkatrojnë marrëdhënien në mesin e njerëzve, besoni, më shumë se kurdoherë tjetër është nevoja që të ndalemi për një smundje të zemrës e që është ruajtja e mendimit të mirë që duhet ta kemi për njëri tjetër. Ne lejojmë të kemi mendim të keq për njëri tjetrin. Kjo është smundje dhe si rezultat i kësaj smundjes do të përçahen sahat e muslimanëve. Si rezultat i kësaj smundje do të armiqësohen ata që dikur më herët janë dashur. Si rezultat i kësaj smundjes së zemrës do të arrijmë për të dëgjuar në çdo ditë të jetës tonë, teksa ndahen burri dhe gruaja, teksa shkatrohet familja, e që njeriu të arrijë një mendim negativ. Në kohën që jetojmë është shumë e thjeshtë. Mjafton që në një mexhlis vllau jem, të jo me domendje, të thuash një fjalë të pamenduar mirë dhe kjo fjalë më pas të transmetohet gabimisht dhe të arrijë deri tek veshi i njeriu për cilin është duke u folur dhe ai njeri të fillojë dhe të krijojë mendim negativ për tjetrin. Mjafton sot dikujt t'ja vonosh mesazhin që t'ka dërguar, mos t'ja kthesh në kohë, ose të mos ja hapësh telefonin, është një derë baiki e madhe që tjetri krijojë mendim negativ.